Sota, Fernando, pasimi për të Adgjesa brenda zonës. Adgjesa mban më tej, Gruda kërkoi kombinimin, Adgjesa goditje! 1-0 Egnatia! 1-0 Egnatia ka kaluar në avantazh shumë shpejt, ashtu siç duhej, që në minutën e 4 me që në sulmuesin e saj Adgjesa, e ky është tani entuziazmi. Përsëritet me sa duket për rifillimin e lojës. Është disa lojtarë kishin kaluar më shpejt. Jaku rikuperon tani Lukeli provon vetë goditjen. E bukur, por me Genti i vëmendshëm gërshton. Dreca, topi përpara, Fernando, provon dhe njërë të shkëputet braziliani. Fernando, arkimi tani në zonë, vjen Albanese! 2-0 Egnatia! 2-0 Egnatia! Alessandro Albanese! Çfarë nisje, çfarë entuziazmi, çfarë cilësie! Gjithçka nisur kështu kaq bukur, pabesueshëm do thoja, në mënyrë më të shkëlqyer të mundshme. Adgjesa në minutën e 4 dhe Albanese në minutën e 11 për avantazhin 2-0 dhe tani një time out i detyruar nga dëmtimi i portierit me Genti. Konta hap në krahun tjetër, por pasimi është i plogësht. Ndërhyn Dreca vrapon Gruda për të vënë pak në vështirësi. Lopez arrin Gruda ka alimi ti, nuk shmang portieri, topi mbetet Gruda! 3-0 Egnatia! 3-0 Egnatia, minutishëm për skuadrën kampione të Shqipërisë. Në krizë totale, skuadra Shamrokut që edhe njerë, ashtu si pas golit do duhet të arrinis nga rrethi mesit fushës topin, top që kthehet e Lopez. Edhe një kërkon topin në thellësi, as pak i sakt Dreca me zgjuarsi e lejon të kaloj, shkon në rivënie. E ul topin, shkon Dreca, që detyron të gaboj, rivënia ansore për Egnatia. E kryer me shpejtësi, kërkohet edhe një herë Gruda, që ul tani për te Fernando, kërkohet Adgjesa me forcë, provon për ta zonës, kthesa! 4-0 Egnatia në minutën e 38. Vion të provoj dhe Vion të shënoj, Vion të rizë entuziazmuar pjesë të cilësive të tij me mënyrën e tij duke mbajtur në shpinë kundërshtarin, duke treguar forcën, ajo kthes më pas tundja e rrjetës për herë të katërt. 4-0 tani 5-3 rezultati i përgjithshëm. Tani nga -2 Byrk mban topin, ndoshta më shumë sa duhet, si arrit të pasoj më tej Vion aksioni Shamrokut me këtë top të devijuar dhe jo. Kartoni vert për Drecën, që ndërprerje Kullin Break, Dreca ndëshkua me karton të verdh dhe tani për këtë ndërhyrje ndëshkohet me kartonin e dytë. Shumë e shmangshme, kjo ishte shumë e shmangshme. Kjo tani ndërlikon jo pak situatën, ashtu si në ndeshjen e parë me Petrokubin në Moldavi. Tani stafi i Egnatia si kërkon Drecës që të pres dhe të shpjegojmë është i tjetë të rregull. Uac provon të ndihmoj, ndërhyn edhe një herë Miraljev. Topi tjetër Fernando, skuadron do të provojë të dalë tani. Albanese e ka ndërkëm shtym përpara. Pason te Fernando, që provon të bërë në radarët e tij dhe një Albanese më shpejt për ta zonës Albanese! 5-0 Egnatia, minuta e 58. Futboll i pastër, spektakël i vërtet, shije magjike në are tjera udhëzime. E shën në njërë momenti fundit i aksionit Fernando Albanese shumë i shpejt, po arabël ati për një lojtari klasik. 5-0. Në qarkullimi skuadra irlandeze, Afolabi rëzohet të kufit të zonës, më te kjo goditje, shtyll, Byrk, provon dhe njerë dhe 5-1. 5-1, minuta 74 dhe Byrk ka ngushtuar rezultatin e kësaj sfide, shumë jemi ende plus 2 gola.
E shumë edhe një herë këtu, Burk nuk mund të gabonte më tej pas momentit të parë. Asamoah. Provon një arkim të fortë. Fitzgerald e kthen në qendër, tjetër goditje Hilli vjen. Sota ka marrë një goditje në kokë, ka mbetur në tokë. Edhe një herë byrën janë gjithmonë të rrezikshëm në situata të tilla. Shohim tjetër topi arkuar në qendër, i larguar në dy kohë dhe tani është faul në sulm tani.